Dita do të bëhet natja, çfarë do të ndodhë në 8 prill. Një ndër fenomenet hapësinore që tërheq më shumë njerëzit, pavarësisht është e shpjeguar qartë nga shkenca, janë eklipset. Një ndër fenomenet hapësinore që tërheq më shumë njerëzit, pavarësisht është e shpjeguar qartë nga shkenca, janë eklipset. Një i tillë eklipsi plot diellor do të ndodhë në 8 prill të këtij viti. Ky fenomen ndër një herë në 7 vjet, kur hëna rrëshqet mbi sipërfaqen e diellit, duke shkaktuar hije mbi një pjesë të tokës. Gjatë kësaj kohe bota do të kthehet errët si nata. Të parët që do të mund ta shohin eklipsin nga toka do të jenë banorët e Meksikës, por ky fenomen natyror do të mund shijohet nga të gjithë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Europë. Përse ndodhin eklipset është e thjeshtë. Hëna futet mes tokës dhe diellit. Por çfarë është një eklips i plot diellor? Një eklips diellor ndodh kur hëna orienton veten mes tokës dhe diellit, duke mbuluar sipërfaqen diellore nga shikimi ynë. Në terma kozmik është e pazakontë që kjo të ndodhë. Hëna është rreth 400 herë më e vogël se dielli, por është rreth 400 herë më pranesh. Kjo do të thotë se kur dy trupat qiellor rreshtohen, ato duket sikur të jenë me të njëjtën madhësi në qiell. Eklipsi pjesëshëm diellor ndodh kur toka, hëna dhe dielli rreshtohen në mënyrë jo perfekte. Hëna e rrëson vetëm një pjesë të diellit. Do të ketë dy të tillë në 2025-ën. Toka mund të futet po ashtu mes hënës dhe diellit, duke krijuar një eklips sonor. Kjo mund të shihet 1 ose 2 herë në vit. Sa errësirë do të jetë gjatë kohës kur ndodh eklipsi? Eklipsi do të zgjasë rreth 2 orë ose më shumë. Ai do të nisë me një eklips të pjesëshëm të diellit, teksa hëna ha një copës të vogël të skajit të diellit. Më pas konsumon gjithmonë më shumë nga sipërfaqja e tij. Sipas NASA-s, kjo mund të zgjasë kudo nga 70 deri në 80 minuta. Faza e eklipsit kur hëna ka bllokuar tërësisht sipërfaqen e diellit quhet totalitet. Ky është i vetmi event që mund të shihet me sy të lirë. Kozgjatja varion nga vendi. Në prill disa vende do të mund ta shohin këtë fazë për më shumë se 4 minuta, të tjerë vetëm 1 ose 2 minuta. Gjatë fazës totale, dielli do të errësohet si të jetë natë dhe temperatura do të bjerë. Papritur do të jenë të dukshme rezedrite nga atmosfera jashtme e diellit ose korona. Pas fazës totale, dielli do të dalë ngadalë pas hënës sërish. Një eklips tjetër i pjesshëm do të zgjasë njësoj sa hera e parë. Hëna do të tërhiqet derisa dielli të kthehet në shëndritjen e tij normale në qiellin tonë.